Kjo shenjë në majat e thonjve tregon që kanceri po përhapet shpejt. Kanceri është një fazë tërheqëse që i referohet një grupi sëmundjesh të shkaktuara nga përhapja e shpejtë dhe e pakontrolluar e qelizave. Nëse kohët e fundit ka arritur përpjekjet për të rritur ndërgjegjësimin për shenjat e sëmundjes në një përpjekje për të zvogëluar shkallën e vdekjeve gjatë viteve të ardhshme, ai inkurajon pacientët që pranojnë ndryshimet pazakonta për të marrë shërbime për të rritur shanset e tyre për trajtim kurativ. Një simptom e kancerit të mushkrive në gishta është një shenjë shpesh e anashkaluar e sëmundjes. Kanceri i mushkrive ka një reputacion famkeq si shkaktar kryesor i vdekjes nga kanceri si tek meshkujt ashtu edhe tek femrat. Kanceri i mushkrive është një formë agresive kancerit që përhapet me shpejtësi. Shkalla e mbijetesës po përmirësohet, por mbetet e ulët. Diagnoza dhe trajtimi i hershëm përmirësojnë shanset e një personi për të jetuar për 5 vjet ose më gjatë me kancer të mushkrive. Në fakt, sëmundja përbën deri në 1/4 e të gjitha vdekjeve nga kanceri, me më shumë njerëz që vdesin nga kanceri mushkrive se sa kanceri zorës së trashë, gjirit dhe prostatës së bashku. Dihet gjërësisht se pirja e duhanit shkakton kancer të mushkrive, por njerëzit që nuk kanë pirë kur duhan mund të zhvillojnë gjithashtu këtë sëmundje. Pirja pasive duhanit dhe ekspozimi ndaj gazit radioaktiv dhe ndotjes janë njohur si faktor rreziku edhe për kancerin e mushkrive. Nëse pini më shumë se 25 cigare në ditë, keni 25 herë më shumë gjasa të prekeni nga kanceri i mushkrive se sa një jo duhanpirës. Shenjat që lidhen me sëmundjen zakonisht përfshin kollën, ulçim të vazhdueshëm dhe infeksione respektive të gjoksit. Fatkeqësisht, sëmundja nuk prodhon simptoma të dukshme në fazat fillestare, duke bërë të vështirë kapjen e saj, ndërkohë që është ende e trajtueshme. Por në disa raste, shenjat e gjendjes mund të shfaqen në majat e gishtave. Kjo ndodh kur majat e gishtave zmadhohen dhe thonjt përkulen rreth majave të gishtave. Këtu thonjt marrin një pamje të ngritur të rrumbullakosur si një shkop, thuhet në studim. Sipas fondacionit të kancerit të mushkrive, Roy Castle, kërcitja e gishtave ndonjëherë shihet në 35% të njerëzve me kancer të mushkrive me qeliza jo të vogla dhe në 4% të atyre me kancer të mushkrive me qeliza të vogla.